Gjykata kushtetuese ka vendosur që të shtyjë për në datën 11 shkurt shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike për të shpallur si antiligjore aktin normativ të qeverisë për të ndryshuar buxhetin e vitit 2013. Shkak për këtë shtyrje është bërë mungesa e përfaqësuesit ligjor të kryeministrisë në seancën e parë gjyqësore. Trupa e gjyqtarëve vendosi që të informojë kryeministrin, por gjithashtu të therasi edhe Bankën e Shqipërisë për këtë çështje. Menjëherë pas përfundimit të seancës, reagoi edhe deputeti demokrat Eduard Halimi, sipas të cilit mungesa e përfaqësuesve të qeverisë është një rast i paprecedent dhe që tregon qartazi se ka patur shkelje ligjore. Edhe pse Këshilli i Ministrave kishte dieni rregullisht, siç u konstatua nga gjykata kushtetuese, nuk paraqiti as edhe një shkak të arsyeshëm për mos paraqitjen e tyre në seancë para gjykatës, mungoi dhe refuzoi që të përballej para qytetarëve, të refuzoi të përballej para gjykatës kushtetuese me këtë akt të paprecedent dhe skandalos. Ky është akti më skandalos kur Këshilli i Ministrave injoron gjykatën, injoron përballjen me gjykatën, injoron përballjen me qytetarët, edhe pse ndodhet vetëm 10 metra larg gjykatës kushtetuese, ai nuk u paraqit. Kjo është qeveria e skandaleve. Akti normativ i dhjetorit të vitit të kaluar pati reagimin e ashpër të opozitës, ndërkohë që rriti zyrtarisht edhe borxhin publik.